Në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit. Dua ta filloj me një podcast kështu monolog me veten, sepse po ndodhin shumë raste kur njerëzit po pyesin, për shembull rasti i lirisë. Liria është e jonja, nëse liria ka norma, atëherë nuk mund të quhet liri, apo liria nuk duhet të ketë norma e tjera, prandaj më erdhi si ide dhe i përmblodha disa fjalë këtu. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Zotit të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, dua t'i ndaj këto mendime, mund të jenë ndoshta ndryshe nga të juajat, por ja që po e fillojmë me këtë podcastin e parë. Pra, sot dua të flasë për një fjalë që e përdorim shumë, ajo fjalë quhet liri. Liri, dhe po ndalem pak dhe a është kjo vërtet e liri të cilën na e kemi, e njohim, a ka njeriu lirinë e lirë, vullnetin e lirë, të veprojë çfarë të dojë, etj. Unë mund të them se edhe kafshët janë të lira, ato bëjnë çfarë të duan, por në mendje të njeriut vetëm ka përgjegjësi dhe ndërgjegjje. Pra, kafshët çka do që të bëjnë diçka të keqe, nuk mund është ti mi akuzu pse ka hyrë në livadhin e huj, sepse ajo kafshë është edhe ajo nuk e din i kujt është livadhi. Ndërkaq prandaj ne dallojmë me kafshën dhe për atë arsye duhet ta kuptojmë, ta mësojmë edhe se çfarë do të thotë liri. Nëse njeriu jeton vetëm me dëshirat e veta, ai nuk bëhet i lirë. Kjo është mendimi im, pra nëse njeriu jeton vetëm me dëshira që ai ka, edhe ai kur nuk është i lirë, sepse dëshirat tona më shumë realizohen për instiktit, instikti jon, emocionet, instikti, aty për aty ndodh diçka dhe ty të tërheq edhe ti fillon të ndihesh e lirë, të veprosh si të duash, por në këtë mënyrë, në këtë rast ai për mendimin tim bëhet rob. Mandej e shkrova edhe këto sepse pse bëhet rob, sepse në momentin që vepron edhe pa kufi, nuk ka norma, nuk ka kufi, nuk e njeh ligjin, edhe ligjin nëse e ndalon, ajo nëse bën gjëra nga liria personale, duke mos respektuar ligjin, normal që ajo do të ndëshkohet për ato, do t'i mirret liria, ndërka kafsha as nuk ndëshkohet, as nuk i merret liria. Prandaj shoqëria e ndëshkon njeriun i cili është i lirë dhe nuk i respekton normat në shoqëri. Liria nuk është me bë çfarë të duash, por me ditë çfarë është e drejtë me bë. Kjo është pra liria për mendimin tim, nuk është me bë unë çka të dua, po çka është e drejtë për me bë. Liria është me hecë në një rrugë, me hecë me një ideologji, me një mendim ku nuk e dëmton veten, por nuk është puna veç të vetja, se ne mund të jemi të lirë, po na jetojmë me një shoqëri, nuk jetojmë në 4 mure, që në 4 mure bën çka don, Zotit nuk intereson. Po ti e dëmton veten tënde, prandaj nëse jeton me njerëzi, unë mendoj se liria e jote nuk duhet jetë unë bëj çka du. Nëse ti shkon në mal atje me barinje, bareshat, ku nuk ka njerëz, nuk ka shoqëri, atëherë prap duhet me pas kujdes, sepse edhe liria e të tjerëve që rrinë me ty, janë kafshët, janë ujqit, e ata nuk kanë liri që njohin norma, kështu që ata do të grabisin, do të gëlltasin, do të mbysin, do të hajnë. Kafsha është e unët, liria e saj është me të sulmu. Prandaj unë mendoj se liria është me hecë në rrugë, po ku nuk mundesh me dëmtu as veten as të tjerë. Liria është me ngrit njeriun, me bo njeri, jo me 4 kampo. Prej 4 kampëve si fëmijë i rritur, i mosh rritur, më ngrit edhe fizikisht, edhe psikikisht, mendërisht. Liria nuk do të thotë diçka që
e ullë njerëzillëkun tëndë dhe kalon në nivelin e instiktit. Dhe kur vjen te udhëzimi i Zotit, atëherë Zoti na kufizon në këtë. Ai na jep lirinë e lirë. Thotë, okej, bën çka don. Mirë po Zoti edhe na kufizon. Jo që Zoti dëshiron që na t'i respektojmë normat e tij, por ai është krijuesi jonë dhe ai na tregon çka është e mirë dhe çka është e keqe. Ajo na ka një ideologji moderne edhe tash valla nuk du me ndëgju lirin që ma ka falë Zoti. Prandaj, liria duhet me u mësu, e jo me marë, hajtë se mu që kjo po më pëlqenë dhe po e marë, ose mja dhënë dikujt lirin me zorë. Jo, së mund është mja dhënë lirin me zorë, një kafshe, një njëri që punon veç me instikte, që ka probleme mendore, sepse a i vetën e dëmton, del në rrugë nuk i njeh rregullat e komunikacionit. Prandaj edhe kur është puna te gratë në islam, të cilat mbajnë mbulesën, ato neve na konsiderojnë se na nuk e kemi lirinë e veprimit. Me këto norma jemi ngulfat me shamijat e tona, me hijabin ton. Mirë po na e kuptojmë lirinë hijabin ton, e kuptojmë si mbrojtje. Mbrojtje nga njerëzit që punojnë me instikte, që nuk njohin norma. Mbrojtje nga njerëzit të cilët e kanë lirin, madje lirin e shfrenuar. Pra, gjithashtu është dinitet sepse një grua, një femër, e cila është mbuluar, qoftë me shami, apo qoftë me një veshje serioze, një veshje që i mbulon vendet e turpshme, ajo krijon një dinitet, krijon një vlerë. Prandaj, unë mendoj se hijabi, pra mbulesa, është një mënyrë si me i thënë botës se unë nuk jam objekt për të më shikuar ti mua, apo për të vepruar ti çfarë do. Por kjo na mëson që t'i themi botës, unë jam vlerë. Dhe vetëm ata njerëzit që kanë norma, që kanë lirinë hynore, lirinë e mësuar, vetëm ata i kuptojnë vlerat e një grue të mbuluar. Prandaj, ne jetojmë me njerëz me vetëdijet e lartë, që tregojnë respekt për personalitetin tënd, po ka edhe njerëz që jetojnë ma shumë me instikte, dhe ty të shohin si objekt. Prandaj keni kujdes sepse liria pa norma është shfrenim, dhe liria e shfrenuar të sjell deri në shkatrim. Lutem bëni follow, bëni like, mos harroni që të bëni edhe subscribe, që ne të kemi edhe më shumë vullnet dhe të shihemi në podcastin e ardhshëm. Mirupafshim. Selam aleikum.